Partia Demokratike prezantoi Aleancën për Shqipërinë Madhështore, duke çelur de facto fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i PD-s Sali Berisha shfrytëzoi ceremoninë ku merrnin pjesë përfaqësuesit e 25 partive aleate për të deklaruar se ky është koalicioni që do të kthejë opozitën pushtet pas 12 viteve opozitë. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptarë, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha shpjegoi edhe sloganin Shqipëria Madhështore, duke theksuar se programi elektoral i opozitës do të mundsojë ndryshimin real të jetës së çdo qytetari. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë Madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë Madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solemn se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Berisha replikoi në distancë me rivalin politik, kryeministrin Edi Rama, i cili ka ironizuar koalicionin opozitar, duke u fokusuar tek një prej kryetarëve të këtij koalicioni, Kujtim Gjuzin. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani s'fundi i kanë ngel në gojë ku je Kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellët pas musteqeve tua. Ku e kam Kujtimin? Bravo. Më pas gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha kujdes të sqarojë pozicionin e tij të ri në raport me SPAK-un, duke theksuar se është kundër shkrirjes së tij. Ai dështoi të sigurojë votat e PD-s dhe të bill Sali Berishën për të shkrisë skapin e partisë, dështoi, bëri përpjekje edhe publike, edhe në rrogoz, por siç kam deklaruar dhe siç jam betuar, do i bashkoj kur votat me te. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pak javë më parë se do të shkrijë prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit, por më pas ai ndryshoi qendrim duke deklaruar se është për reformimin e SPAK-ut.